që herët unë kam shprehur një shqetësim që ju këtu po instaloni një hapësirë të shmendur. Dhe sot shmenduria juaj ka arrit kulmin dhe po e paraqisni si mençuri. Dhe po jo në këtë hapësirë, jo ti, jo më nuk të ofendova ty, mbau, është hapësira e shmendur. Dhe po ja përplasni publikut sikur është mençuria juaj. Ju përmendet fjalën konsensus, zoti kryetar. Dhe shumë veta këtu që kanë përvojë politike din shumë mirë ç'është konsensusi. Nuk është unë ta hodha dhe ti ma hodhe. Ti ma solle dhe unë sta solla. Është marrëveshje politike. Dhe në bazë kësaj marrëveshje, konsensus politik, avokatin e popullit e propozon opozita, e propozon Partia Demokratike. Kështu ka ndodhur dhe kështu është fjala konsensus. Pse e shtrembroni? Por meqense ju kapeni pas atij propozimi nga deputetët e Partisë Demokratike. Ju ja paraqiti sakt zoti Bylykbashi, neni 72, ku gjithë deputetët kanë të drejtë të tërheqin firmat e tyre derisa nuk ka kaluar në seancë plenare. E doni precedentin? Po. Para 2 ditësh, në mbledhjen e Komisionit të Arsimit, ishte depozituar në rendin e ditës, në dokumentat parlamentare, kërkesa e zonjës Kushi për ndryshime në ligjin mbi drejtat e autorit. Me drejtën e saj si deputete, zonja Kushi e ka tërhequr nga diskutimi në komision, sepse nuk ka ardhur në seancë dhe tërheqja është pranuar. Megjithëse e miratuar në rendin e ditës, është miratuar nga mua si kryetari i komisionit. Po pse më, ne kemi 2 palë deputet që kanë drejta sipas rregullores dhe janë në krahun këtu, dhe deputet që nuk kanë drejta sipas rregullores që janë në krahun këtu. Doni precedent ju? Ja, ky është precedenti, i qartë dhe i lexueshëm. Kështu që mos bëni lojra, mos u paraqitni sikur këtu na e hodhët pas këtë dal ju të mençur. Jo, qartazi ju po shqyrtoni një proces me kandidat që nuk kanë firma, sepse deputetët e Partisë Demokratike ta kanë depozituar dhe është jo vetëm e drejta jote, është detyra jote të interpretosh rregulloren. Se sa herë do të dalësh nga situatat vështira, thua jam unë që interpretoj rregulloren. Interpretoje pra, janë tërhequr firmat e zeza mbi të bardhë dhe mos bëni lojra fjalë shkot.